Koha sfidojnë tash. Sfidojnë të më shumet, po kanë qef vetëm. Po ka 1% vjetë vogël, ka dhe të nuset, po ka dhe të vjerat. Me thot tash të fajsojmë krejt treja. Si kalon mirë me djalin, duhet me kanë e knashne. Duhet me kanë gjeloze. Kam 2 djemë, po jam shumë e knashne. Kalojnë mirë, unë veç knashna. Djemëve ju kësha tha, kujdesni ma tepër për prind. Edhe vajzat gjithashtu janë pak ma të afrume ofër vjehrive, për shembull ofër prind. Kovaj, ku që Po. ju ka mbetë qështu, a? Po, A je martu me Gjakova prej Po. një vend tjetër kjo? janë Gjakov. Unë di që Gjakovarë nuk kanë dalë shumë prej vendeve tjera më martuve. Jo, unë burin e kam dëvëtushës, po janë arë që 50 vite këtu ma shumë. Po qytetari, ja? Po, e Prishtinës. A, Prishtinës. Po. Se atë në Prishtinës. Si Prishtinës kjo arë në Gjakov. Po, mirë Një faleminderit. kombinim interesant më duket, a? Qa me Prishtinë, bo? Gjakov. Për porën që ka qenë, Ç'ka kam qenë? të ju prind. A, kanë të ju prind. A se një njëftu kështu, a? Ja, Atë kanë që kanë qenë për jesat ma herët. po ka qenë ndryshe. Duft prindi, me të feju, qësh i ka pëlqy që ashtu të nduft. A ka qenë të shërushme për ju apo tash për hatër për jetë familjes? Ja, edhe me pytjen edhe me mu ka qenë. Dhe me thonë kanë pyt edhe mu. Kur i kita ku për e të parë bashkërtin? Ka ardhë në shpe. A, ka në shpije. Mas pari kanë ardhë në shpe, mu pa atëre. Mirë që pas ka disa dhe nuk janë pa heq dhe sa në martu. Ja, ka ardhë. A duan kur e pa për të parë, që ka tha e? Kam qenë herë se di mirë. Mirë, A tha, ky është për mu. po sigurisht. Sot, sa e kini a dashni, që shë kini pas në fillim? Mirë është, mirë, nuk është keq. Tash ka ndryshu koha jeta, ka ndryshu, po mirë. Për parën ka qenë ma ndryshe, tash është pak ma ndryshe. A kanë qenë burat ma të shtirë të kalumën? Përkona pak në i rasë që kanë qenë që, dhe me thënë, ju si gra që keni pas ma shumë, të rësni prej bura, se kanë pas Ja, burri më ka punu, vetë kam punu, do me thonë nuk kam qenë bashkë krejt ashtu. E mbyll në izolume. Po që atë lirin se keni pas që kanë sot? Ja, u kon duft me pyt, edhe si kom punu, u kon duft me pyt, ku po shkanë, qa po banë. Besat kalumën kanë qenë edhe familjen e burit, vjerin mi pyt. Po normal, me vjeri kam qenë, me konet. Sa vetë ku aram jetu kështu? Unë e shumë pak, se burin e kom pas polic, ka ardhë në Gjakov qysh heret, edhe kështu. Min në qerdhe i kom qu, do me thonë atë ku edhe thmin i kom qu në qerdhe, se për arsye kom punu. A kanë sakrifiku gradë ma shumë, kohën me kalume se tash? Po, atëherë nuk kam ujtë për shembull për një fjalë me thosë për du, atëherë ka qenë pak. Ka qenë edhe respekti maj madhe edhe, qa për thot, tash kulturë është, edhe atëherë kemi pas, po varet e personi. Qësh është personi si atëherë si tash, varet e personi. A më ndonë që gratë ma shumë i kanë respektu burat se tash që po i respektojnë? Po, e vërtet është. Si ishe sot këtë gjeneratën e ri? Të gona pak sa ju pengojnë, sa kështë dash me ndryshu të ta? Po tash, është liria ma tepërt, jetën po kanë qef, me bo qësh po kanë qef, edhe... Qa me po tash, kështu erë koha. A kështë dash më këtë dhe me herë kohën e kaluar? Për disa punë po. Për që ka kështë dash më këtë? Për shembull, kultura ka qenë shumë, respekti ka qenë maj madh, do me thonë, edukata ndaj pleqve ka qenë shumë ma madhe, do me thonë ke respektu të vjetrin, me pa diçka në rrugë, një plakë, ngarkumi ke thaje lodh, mi ndihmu, tashti, për kënë rëzis as nuk të fol, as. Për do është, tash është, për do punë tash ma mirë, për do s'po di që me të thërë. Qa kështë dash ti të rritë me ndryshu diqka? Konkretisht kështë, se të kujtanë nga herët. Me ndryshu kësha pas dëshirë më bo apel si t'janë pak ma të respektushëm, t'janë pak ma të kanë dashni ndaj prindve, ndaj familjes të ngusht. Kaq, me konë shumë ma të respektushëm. A më ndonë që djemë që të mos, këtë martohën ndryshojnë, ma shumë. Ka që E ndryshëm. ndryshojnë? Qa pëti koha? Koha sfidojnë tash. Sfidojnë të më shumet, po kanë qef vetëm. Se nona është e dytë, tani është
gruaja me ndryshon kur të martu? Po te dikush është, gruaja te dikush është, nona varet te persona. A mund me qenë poet të nuset, që ndoshta ato pak i dirigjojnë ose i udhëzojnë? Po ka një përqindje të vogël, ka dhe te nuset, po ka dhe te vjerat. Ka tash edhe te vjerat, të me thot tash t'i fajsojmë krejt trejat. Ka dhe te më shumet. Ka disa vjera që janë pak gjeloze, nëse djalin ja merr domethënë nusja pak. Ja merr djalin krejta. E ka që pikë shumë disa vjera? Po ka raste që janë gjeloze, ka si për shembull si kalon mirë me djalin, duhet me kanë e kënaqshme, duhet me kanë gjeloze. Është problem vetëm te respekti, kultura, se për ndryshe pse kalon djali me nusë, na duhet me kanë kënaqshme. Patjetër për veti i kam 2 djem, po jam shumë e kënaqshme, kalojnë mirë, unë veç kënaqshna. Pse xhelozojnë këto vjera? Çka po di unë tash mvaret e personi. Mvaret e personi se ka tash djalë që martohet, nuk i don prind, dohen me një ran, këshir jetën e vet, e çështë është. Nëse djali zihet me domethënë nusja djalit zihet me vjerë, a duhet djali me anu kanona apo kanusja sipas teje? Pak vështirë. Po te djonët, nëse o cila është fajtore, pak duhet me folë edhe për shembull edhe djalit cila është, po nuk është mirë me shku dejt ajo pikë. Do në fund gjitha grave, edhe fëmijëve përgjithësi, kudo që janë, një mesazh, një këshill, çfarë kishe thënë? I kisha thonë për shembull djemve, i kisha thonë kujdesni ma tepër për prind. Edhe vajzat gjithashtu t'janë pak ma t'afrume afër vjehrive, për shembull afër prindve, afër familjes të ngushtë. Mos shkojnë rrugëve të këqija. Çkaq. Inshallah ju uroj gjitha të mirat. Inshallah ndryshon edhe pak koha jeta se pak vështirë. Po këtë kohën njerëzit bëna ndryshon. Po, normal se stin kanë qenë gjithat njanë, po vetëm njerëzit, ajo është e vërtet. Tash të krahasohem me kulturën Prishtinë. Është kanë kretë ndryshe, se shkollën e kretë kam kryer në Prishtinë, po tu ka ndryshë. Patjetër. Ti ma që e linë Prishtinë e din. Po, që jam dhe rrit atje, është krejt tjetër. Po që dashnia si dihet kur ku të qëllë që thonë. Po, jeta fati si dihet, është i msheft. E ndryme, çfarë bisede e lezetshme e shijova këtë bisedë. Tu uroj më të mirë aty, faleminderit shumë për kohën trut Zoti, shëndet gëzime. Faleminderit edhe juve, ju dëshiroj punë të mbarë e sukses, inshallah rinia gjithmonë kalojnë mirë me pleq, me prind.